A e dini çka po ndodh me modën në Europë? Federatat e tekstilit prej krejt Europës, Francë, Itali, Gjermani, Spanjë deri në Zvicër, po i thonë BE-s veproni tash e jo pas vitesh. Pse? Sepse ultra fast fashion, gjigant si Shein, Temu, AliExpress po e mbytin tregun. Vetëm 2024 prej këtyre platformave kanë ardhur mbi 4.5 miliard pako në Europë. Rezultati, majnë me mbeturina tekstili që nuk reciklohen, konkurrencë pa drejt për bizneset vendore, mall që shpesh nuk plotëson standardet edhe punëtor të shfrytzuar. Çka po kërkojnë europian prej BE-s? Europian prej BE-s po kërkojnë me heq përjashtimin prej doganës për mallrat në 150 euro, me vendos tarifa ekstra për pakot e vogla prej Kinës, me bo hetime më të shpeshta edhe gjoba të rënda ndaj platformave që shkelin ligjet, me i detyru me pas përfaqësues ligjor që të përgjigjen para ligjet. Euratex tha, BE ka mjetet edhe detyrimin me vepru. Edhe Franca tha qartë, me heq plotësisht prej tregut ata që nuk i respektojnë ligjet. E ju a doni me bo blerje çka t'ju dal përpara online halo, a doni me mendu 2 herë kur i bëni zgjedhjet e juja. Për më shumë video si kjo, follow Urban FM, krejt platformat edhe mos harroni më na bo subscribe në YouTube.